në terren gjatë këtyre ditëve? Unë gjatë këtyre ditëve kam qenë në terren dhe kam patur komunikime me një pjesë të madhe të banorëve. Rezulton që kemi përmbytje shumë të mëdha në Barballoj, në Ril, Mylte, Spitën, Zejmen. Situata është problematike. Kjo nuk ka ardhur për shkak të rresheve, sepse legja dihet që në vazhdim e kushteve atmosferike jo të mira që vinë në periudhën e vjeshtës dhe dimrit, dhe gjithmonë ka pasur raste të kësaj natyre, ashtu siç e përmendet edhe juve, por rasti për të cilën ne flasim është diçka e cila nuk ka ardhur për shkak të rresheve dhe problematikave që kanë patur kushtet atmosferike. Në pikpamjen time dhe sipas edhe shpjegimeve të banorëve, por edhe vajtjes në vend nga ana ime, rezulton që kjo ka ardhur për shkak të një neglizhence nga ana e drejtuesve të institucioneve qendrore dhe vendore. Dhe e them këtë institucioneve qendrore sepse kemi një mos planifikim të mënyrës se si ndërhyet në argjinaturat e lagunës së Vajinit, dhe për shkak të mos ndërhyrjes dhe mos verifikimit në një kohë të duhur, ka rezultuar një çarje e cila ka sjell pasoja jashtëzakonisht shumë të mëdha në tokët bujqësore, në gjën e gjallë, por edhe në përmbytjen e oborrëve dhe banesave të një pjesë të madhe të qytetarëve të kësaj zone. Pra, sipas mendimit tuaj, edhe mbyllja e argjinaturës ka qenë e vonuar nga ana e institucioneve dhe mund të kishte dëme të minimizuara, pra mund të kishte masa të marra paraprakisht, pra shko sa kemi të bëjmë me një situatë përsëritur? Padyshim që kjo është një nga arsyet kryesore, edhe për shkak se shemja e argjinaturës nuk erdhi sepse uji ka rritur pikën kritike. Dhe doli mbi argjinaturën, por sepse gjeti një pjesë të dobët dhe për shkak të ndërhyrjeve në këtë pjesë arriti që të shembej dhe sasia e ujit në vend që të shkonte në drejtim të hidrovorit të Tales dhe të Rilës, rezulton që u kthye në pjesën e tokave bujqësore, sepse legja ka një veçori dhe pjesa për cilën flasim, pjesa në brendësi të territorit është rreth 70 centim më e ulët se pjesa e Bregdetit. E qartë. E dyta, nuk ka një plan të mirëfillt të mënyrës së ndërhyrjes për të përballur me situata të tilla. Dhe kjo sepse mungojnë specialistët. Dhe sipas bisedave që unë kam patur edhe me specialistë të fushës hidro, rezulton që sot numri i specialistëve të cilët janë pranë bordit të kullimit ose institucioneve të cilët duhet merren me sigurinë e argjinaturave dhe njëkohësisht dhe digave të rezervuarve, është pothuajse është në nivel jashtëzakonisht shumë të vogël. Kjo dhe për shkak sepse sot në punë janë marrë patronazh gjitha. Pra po thuaj që arsyeja e tretë është që grykderdhja e lagunës në det duhet të ishte hapur, por për shkak se nuk vlerësohet efekti i moshapjes së saj, dhe arsyet duhet i tregoj bordi i kullimit në rastin konkret. Ju kërkoj të dirë se kam edhe i çik është e kuptueshme. Gjene gripale. Dhe ndoshta pikërisht kjo mos ndërhyrje për realizimin e grykderdhjes e lagunës duhet edhe hetuar. Cili është shkaku? Dhe arsyeja e katërt që në pikpamjen time është moshapja e kanaleve kulluese në kohën që duhen të hapur, sepse hapen kilometrat e tëra kanale, por këto kanale nuk lidhen me kanalet vijuse, të cilët të çojnë në sasinë e ujit që vjen në këto kanale, dhe po të verifikojmë sot, sasia ujit në kanale, jo vetëm në zonën e Lezhës, po edhe në zonën e Kurbinit, rezulton që janë në gjendje pezull. Pra si nuk ka fuqi tërheqëse për të shkuar në drejtim të detit.